Territori i Kosovës për datën 3 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta duke sjellë mot kryesisht të vrane dhe rreshje shiu, ndërsa në zonat malore rreth 900 deri 1000 metra priten rreshje bore. Rreshje do të jenë më të pranishme gjatë paradites, ndërsa pasdite pritet mot me vranësira të dendura pa rreshje të dukshme. Temperatura minimale do të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të ngjitet deri në 3 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 3 tetor 2025 pritet të jetë i ulët 2 deri në 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 3 tetor do të jetë në orën 06:28 minuta, ndërsa perëndimi në orën 18:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 1 deri në 3 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 2 gradë Celsius. Skënderaj 0 deri në 2 gradë Celsius. Pej 1 deri në 3 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov 1 deri në 3 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 3 gradë Celsius. Gjilan 0 deri në 2 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 2 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 2 gradë Celsius. Suhare 1 deri në 3 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 3 gradë Celsius.